A ke dëgjuar ndonjëherë për një skandal traditie bashkëshortore? Një martesë që është shkatruar, ose një traditi që ka përçarë një familje. Sot lajmet janë plot me gjëra të tilla. Dhe pikërisht për këtë arsye, urdhërimi 6 është më aktual se kurrë. Urdhërimi thot, mos bëj kurrë shkelje. Dhe Luteri e shpjegon kështu: ne duhet ta kemi frikë të ta duam Perëndin, që të mund të jetojmë të pastër dhe të papërlyer në fjalë dhe në veprime, e që burri dhe gruaja ta duan dhe ta nderojnë njëri tjetrin. Traditia bashkëshortore është shkelja më e dukshme e këtij urdhërimi. Por urdhërimi shkon me thellë se kaq. Ai nuk ka të bëjë vetëm me shmangjen e traditisë, por me ruajtjen e dhuratës së mirë të Perëndisë, që është martesës dhe familjes. Perëndia e ka krijuar martesën si një bashkësi të sigurt të besnike, ku dy njerëz mund të jetojnë në dashuri, përgjegjësi dhe besnikëri. Njëkohësisht, Luteri tregon se urdhërimi jo vetëm dallon të keqen, por edhe bron të mirën. Gjithçka që shkatron besimin dhe pastërtinë në mendim, fjalë apo veprim, bie ndesh me urdhërimin. Ndërsa gjithçka që ndërton dashuri dhe respekt është në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Urdhërimi në thërret në besnikëri, pavarësisht nga situata e jetës, sepse Perëndia e do familjen dhe dëshiron të ruajë atë. Në videon tjetër do të vazhdojmë me urdhërimin e 7. Shihemi.